Ajo që nisi si një protestë e aktivistëve dhe qytetarëve në Zvërnec degeneroi në përplasje fizike, kaos dhe të lënduar. Qytetarët dhe ambientalistët të cilët protestojnë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur u përballën përpos policisë edhe me individ të maskuar të veshur me të zeza. Tensionet u rritën kur një grup protestuesish tentuan të shkatronin dhe të shkulnin gardin rrethues me tela që janë vendosur në zonë. Në këto momente situata ka përshkallëzuar ndjeshëm mes protestuesve dhe civilëve me maska të kontraktuar nga kompania që po kryen investimin. Ata nuk ursyen as spraj me piper si ndaj qytetarëve, ashtu edhe ndaj policisë. Siç shihet në këto pamje, një grua u ndje keq nga spërkatja me sprej. Një qytetar që çau rrethimin e morën zvarr në gjendje të pavetëdijshme. Sipas raportimeve, disa qytetarë përfunduan në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Policia e Vlorës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ende nuk kanë reaguar për situatën dhe personat e maskuar. Prej gati një muaj, zona e Zvërnecit dhe Pishporus është rrethuar, pasi pritet të ndërtohet një resort turistik nga kompania Zvërnec South Adriatic Development, ku përfshihen Jared Kushner dhe Ivanka Trump, si dhe biznesmen nga Katari. Banorët dhe pronarët e tokave dhe ambientalistët e konsiderojnë këtë ndërhyrje si një shpronësim faktik të pronave të tyre, teksa ambientalistët dhe aktivistët akuzojnë për shkatrim të zonës së mbrojtur. Kanë ofenduar në familje.